Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim mund do të kem një gjyshe, ai quhet Sofie Soto, e cila ka bërë një luftë të madhe me drejtësinë shqiptare për të rikthyer në familje dy niprit dhe mbesën e saj të mitur që përfunduan në jetimoren e Shkodrës. Në fakt, zonja Sofie jetonte me nusen dhe me djalin përpos konflikteve që kishin në familje. Një ditë dimri shtëpia e tyre u doqë dhe ata ngelën në qiell të hapur. Shërbimi social shtetëror vendosi që 3 fëmijët e mitur t'i çonte në jetimore, por kjo gjyshe i riktheu shumë shpejt në familje dhe ditën e sotme do denoncoi jetimoren e qytetit të Shkodrës, ku fëmijët e saj, pra dy niprit dhe mbesat, janë keq trajtuar pikërisht në këtë institucion. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj me njerë zonjën Sofie. Sofie, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, që mirë. Në fakt, ju jeni gjyshja e 3 fëmijëve që përfunduan fatkesish në institucion se nëna i braktisi. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur sot me fëmijët? I mori e jema në kujdesari, se unë kam një moshë që nuk më lejohen. Sot me kë jetojnë 3 fëmijët e mitur? Me nënë e vetë dhe me mua jetojnë ata fëmijë. Por pse nusja është rikthyer prapë tek ju? Këtu ka qenë, vetëm në të ditë që u qërontoj iku jo të rritë të ke jamë të vletët e kutiu. Nuk tinte ku të shkom dhe kishtë frikë të mos neve gjalini u fajnë atarë këtë i këti. Në fakt që edhe këpër që e zori që aty ka pas kësa hati. Dhe më thënë dhe për para se të digët të shpia, unë kishtë bërë një kalzim që më vinë në kurfe, më vinë shumë, më konosakjen vetë e kutiu. Dhe keshje e të fiton ke mua. E qartë, përveç këtyre problemeve, unë dua të pyes, si quhet djali juaj i madh? Afrimi, por bashkëshortja si quhet? Gjerovica është larguar dhe e la djalin tuaj përpara disa kohëve duke braktisur dhe 3 fëmijët. Po sot janë bashkuar? Nuk është larguar në këtë forum, po them, larguar në këtë forum. Do më thënë, neve nuk dinim për momentin dhe alarma saj, kupton si faj për momentin. Se nuk dinim ku se ka tjepur, si e tjepur. Pavarësisht se unë kisha përpara kisha denoncuar që për saltin e këtiu, por momenti ishte i të mërëtën ku morë veç të shtëpia. Po pra, nusja ishte larguar dhe pas sa kohësh u kthye tek ju? Nuk u largu më jo, ajo i pa të ditë që pa të problemin e tjepën të spi dhe ka udiu, pastaj vinte, pastaj morën fëmijët dhe mund nuk i tia. Kur ju më keni marrë telefon, më keni treguar që nëna i ka braktisur fëmijët dhe i mbaj jetin ato ko fëmijët dhe më pas ti mori shërbimi social dhe fëmijët përfunduan në jetimore. Jo me fëmijët kanë qenë me nënën e vetë, por nuk kujdeset, po më thënë, nuk kujdeset, po më thënë nuk i jepet, nuk i jepet shumë, do më thënë si nanës që janë që krefi që rrugulloj, i nërvizon, kupton, edhe kja kam për të ditur, tani ka fyrë kujtër në punë, kupton se nuk punon të përpara. Gjerovica? Nuk punon të shi vete në punë, edhe kujtese që për fëmijë. 3 fëmijët e mitur, niprit dhe mbesat e tua, përfunduan në jetimore. Sa kohë qëndruan në jetimore? Në kohë që dojë deri para viti 3. U ban 4-5 pyetje, me thënë. Desa ti marrë njerë në kujdesari. Pas e do dhe ti merë të alma e vetë, i barakotur dhe asaj, dhe tentuan që nuk është e të kujdesaria tjëmë, dhe duhet t'i marrin e jamë, se i kërë nani dikme. E qartë, sot kujdestarin e fëmijëve e ka Gjerovica. Po, gjyqi fundi telefon, edhe është taktuar Gjerovicës, fëmijët kanë deklaruar vetë se kanë një moshë. Gota i la 14 vjeçë në datën 18 mars, hyn për 15. Djali i la 12, 13 i la. Do më thënë, po vjeç 9 vjeç. Me jetë ti kesh. Dhe 2 të tjerët që më dhejnë kanë deklaruar në seancën gjyqësore në fund, që ne kemi qenë të lidhur me mami edhe me gjyqën ambientin familjar, ne nuk rrim dot në institucion. Sepse fëmijët atje, jo vetëm për fëmijët e mi,
po të mini masa për gjithë institucionet shtetërore, që kanë pas fëmijët atje, do t'i bie te ty fëmijë, çfarë deklarojnë, është të mërshme. Po pse, çfarë kanë deklaruar fëmijët? Si kanë kaluar në shtëpinë e fëmijës në Shkodër? Ata deklarojnë, domethënë dhe një edukat, unë i kam gjetur vetë, unë i kam tuar halla vetë nga Durrësi, e i kam me fatura akase, nga 250-300 lekë rroba. Kur vija i gjeja fëmijët në mes timit në obor me një bluzë të hollë. Mishi të vetë. Fëmija pas gjumë pas të sërë. Edhe në momenti që i majta, asë një rrobë nuk u ba. Por si ka mundësi? Nuk kërkove edukatore se fëmijët nuk janë veshur? Jo, në atje ishte pa mundër. Tite njëra, nëse ti do bëje kërkes, nëse ti do ankoshje, ty ta ishën të drejtën e takimit, do deta, e ka me fota. Por fëmijët çfarë kanë treguar tjetër për shtëpinë jetimore? Kanë treguar një edukatë jo normale, që është njëri djalë, unë më përvjetu zërë, që bënë nuk. Gjera pista njëri me shkitë. Unë për vetë të thua shki që gënjenë, se unë nuk kam parë kjo vetë. Kupton, unë vetë kam parë që ati e fëmijë rinin një ambjent obor, i binin një kanase, si se me një kutika për bojra një, i binin si të talulle, mlidhe që rifetin, djetin, atë rinë pjese për ta. Nëse vija unë, edhe ankosha për ta, dyrë domat e tyre ishën të mbyllura, një. Dyrë dritarit e kartit 3, që i kam gjetur vetë, nga dera i kam parë, një rindën dritarit që kishte rëzik të binte nga kartit 3. Janë pa ekran, pa sigurim. Po edukatorët ku ishin të shtëpia e fëmijës? Nuk i ruani fëmijët? Edukatorët janë atje, por kjo gjë, kur hyjnë ato, thoshin që ka orar. Edhe kur i doja ushqimet tonë, ka orar që hapet dhoma. Kupton, me orar për të ngrënë, me orar për të hyrë në dhomë, me orar gjithçka. E dashur Sofie, ti më tregove që 2 niprit dhe mbesa juaj kanë treguar për ato pak muaj që qëndruan te shtëpia jetimore në Shkodër, se aty janë bërë dhe veprime të turpshme. Çfarë veprimesh? Shajnë njëri tjetrin fëmijët dhe thonë gjëra të tilla dhe përdorin fjalë të pista. Fjalë që nuk i man fjalori. Unë si gjyqe që rri me ta, po punoj me ta për ditë sa më shumë, do më thënë po i bëjë një farë mënyrë presion. Nëse juve përdoni këta, do të shkoni atje, do të shkoni këtu, nuk u përkram më unë, e kutim që atë fjallor paka shumë e kanë po vi, në kupton, se ata kanë qenë skandalose. Por kur ti i pe këto gjëra, nuk denoncove e dashur Sofie se që nga një tmerr që në shtëpinë jetimore në Shkodër nuk ka asnjë lloj kujdesi për fëmijët jetim dhe kjo është e tmerrshme. Ore në policia mbronte edukatoren, ata unë nuk gjibja njëri në Shkodër. Ajo në dorja të pretekës që donte ta merta. Unë desha ta marr, unë nuk desha ta marr fëmijën, po më kuptoj një minutë. A i fëmijë vogël, që kun ka lindur, në të një tetë, e jema ka për 3 fëmijë i duke si shumë. Edhe po e le djalin këto. Në kohë që vajta unë të ndjemë në materniteti, edhe thajë të këtë fëmijë, të këtë të tjere dhe këtë 3, ne nuk kemi njerë që braktisim fëmijë. Ne afrojë fëmijë të kujtit, kur i shoh keq i ndihmoj, jo fëmijë të djalit ti, dhe ka mëjtur hafër. Dhe kur e kanë marrë, fëmija përtoj një tram, që të natën, kërkon të mua ati, e tregojt vetë ata. Gjesa ka i përtuni 3 herë nga institucion. Do kërkoj nonë, a i në 10 vjetë, se nuk është nërë dhe 1 sekundë nga mua. E ke rritur ti, e qartë, e ke rritur ti. E kam rritur vetë, më kupton. Dhe në momenti që po dilja unë nga institucioni, fëmija erdi ketera, në majti këtë forë, edhe unë i thoshte atyre, ju të tregojni jo me mu, por të të thoni që do vinë nga nesër, tu po i thoshte unë. Ata i murën duar. I po i pikon futa.
E dashur Sofie, por fal Zotit, ti u drejtove gjykatës dhe sot fëmijët ndodhen në shtëpi. Nuk ndodhen më në institucion dhe mua më vjen keq që në institucionin e Shkodrës dhe konkretisht në shtëpinë e fëmijës në Shkodër ndodhin këto gjëra. Nuk është hera e parë që denoncohen këto lloj skandale në përjetimoret në Shqipëri dhe është një fatkeqësi e madhe kjo gjë. Por dua të pyes, vet Gjorovica, nëna, si ka marrëdhëniet me fëmijët? Marrëdhëniet i ka shumë të mirë. Fëmijët pa nënën e vet nuk rrinë asnjë minutë. Sa do unë u bëj me i afroj e përdion, ata nënën nuk e edhin kur po. Se është nëna e tyre. Por ti vetë marrëdhëniet me Gjorovicën si i ke? Unë i kam shumë të mirë, asë më ka ofenduar, asë e kam ofenduar në njerë, vetëm filla ime është që ti më t'i rritë asë në fëmijëve, du të për kujtetet e jenë nënë. Unë jam vetë nënë, kam një gjarë, kam një pra dhe mbesa, sot e kam bote në Gjermani, në Itali, në tanë botën, dhe jetoj unë këtu, 6.000 kam rritë vetë, pa instruksion, pa të sërë. Pra ne të një gjë që kam bërë, unë do të apërgjetitë do ku nënë që i përket emri nënë. E dashur Sofie, le të themi që ti ke pasur probleme me nusën e djalit përpara. Jo, unë probleme kam pas me nusën e djalit, sepse nusë e djalit nuk është unë, si të themu, ajo me i një fjallë të mirë ti, kujtohë, se unë jam gabime ti e një. Kujtohë? Po. E merë do me thënë të mirë qëmë dhe të pismu e ti dhe jo. Nuk ti ti taloj në këtë frikë. Nuk ti ti analfon, që për shemë unë jam vjera jote, ose jam njëri e akur jote, dhe unë nuk të kam e qëllim. Ajo kujton si ku a i gjallin vogël, me fjallë që unë tentova dhe kam thënë që si e kanë marë, a i gjallin vogël, është rau në Shkodrës njërë në ujë të ftohtë, sepse a i nga Frika, nga të meri, nga gjitha i uri i nonë, a i bënd të mjërë të spjem nuk ishte pritur që ka e fëmijë. Unë i rria si në këm, e lajë e troj, a i që thashtë për maternitet, i rri shumë afer, dhe edukoj, ashtu si duhet me edukuar. Por me babajnë e tyre, me afrimin, fëmijët? Me afrimin s'kanë pasë një probleme pjakur. Por Gjorovica nuk është ndarë nga djali juaj, jetojnë bashkë? Jo. Dhe si është jetesa juaj? Le të themi është një jetesë e re tani që jeni ribashkuar të gjithë së bashku. Mirë, ajo vetë në punë. Fëmijët i qoj unë që shkolla ka që të shmorët, i marë unë, kur ajo është paradite në njërë, punon edhe dytë unë e paradite më dite, si tjetë puna me fjallë punon në i lokal. Ka punon 2 lokale. Dhe mua më vjen mirë që ka ndryshuar Gjorovica, se mbaj mend ke treguar që Gjorovica qa nuk bënte përpara. Po, bënte, tashi i kam thënë, nëse do fëmijë, nëse do t'jetos normale, nëse do një jetë të qetë, edhe këta fëmijë do rritë e nesër, i thënë gota 15 vjeçe, mund të që në marë që vjen, sepse nuk e të vogël në ma, e kupton, gota do edukat, do një afrimitet, do që ta mësot, kupton, dhe për një ti do t'jesh nana, edhe unë se kyte, që fëmijët që edukojmë, që bëjmë të gjithë fëmijët e tjerë, nëse do, nëse nuk do, atëre fëmijët, duke mbështetje. Mua më vjen mirë që nusja është bërë ndërgjegjshme të paktën për fëmijët e saj. Unë e them këto për ditë, i merë, i blem një qa, doni të ke mamja, ndë ke gjera shumë, i ka të mëj, me tjeta ka shumë, në spi, i laj, me dushe, me tjeva, thonë, falemderit nëmë të neve nërti më ujtë të si do mos i vogri. Të mërshme. Por në marrëdhëniet me njerëzit e nusës si keni? Me njerëzit e nusës nuk kam pas asë një herë problem, më kuptoj. Do më them asë më ashtu asë nga të më në njerë, vetëm këshilla i kam dhënë gotës vetë. Gotën e vetë që thonë, avrimi e shumë i respektushën, ti do t'jesh më respektushën, ti respektosh, sepse atë nga derë që ke hyrë të mos dalë. Nëse derë nga jo derë,
Ti me ne nuk e funda. E qartë, ndërkohë Gjorovica është kthyer në familje, jeton me ju. Për të jeton me ne. Gjerë një tjetër të ti thot, ne kemi një dhomë e gurgin, do marrë një shtëpi me qera, do marrë në fëmijë dhe do jetoj vetëm. Kërkon të ndahet nga ty? Jo të skolike, fëmijët të lezin, dhe kjo ty dhe kjo mua, po për vetëm të të një dhomë e gurgin a kam dhe. Pra ajo do të marri burrin, fëmijët dhe të largohet, jetojnë në shtëpi me qera. Kështu thot, që gjejtët me gjeni një dhomë me qera, ku të kërtët, që kërkojnë dimë dhe më bashkisët, vitëm, ashtu dhe që tjetojnë dhe me fiteve. Të thot ajo, të po e përdo. Sofie, mund ta lësh që të jetoje së bashku me burrin dhe fëmijët, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Jo, unë i kam thënë, unë nuk e ndjera asnjë preteksti, vetëm unë dua që ti ta afrosh të bësh nane me për fëmijët e tu, jo për mua do të respektoj. Por pse ja thuaj shpeshherë këtë gjë? Kem frikën se mund të... Them shpeshherë. Për mua nuk kam, për mua mjafton një mingjashtim ndar, për mua ti gjë nuk thuaj. Asnjë gjë. Por pse ja thuaj për ditë këtë gjë? Ke frikë se mos gabon largohet prap? Ja them se ja bëj të ditur se fëmia gjë e shtrenjtë. Ti e provove larg fëmijët i kishe. Shpenzime po, në dorë të jo sigurta po. Am kupton, ja kam thënë dhe i them. Që fëmijët janë më të rregull në familje sa atje kanë fituar një tram emocional. Sa dhe thot, se nuk ishin të vegjël Odeta. Se ti fëmia për ta lindur nuk je prind, nuk je familje, është tjetër. E dashur Sofie, ne jemi të dyja së bashku sot në këtë live dhe ti po ma tregon këtë ngjarje. Ne jemi të dyja edhe më përpara në emisionet e kaluara që kemi zhvilluar bashk, por ti ditën e sotme kërkove që të flisje me mua se ke një mesazh për të përcjell. Çfarë kërkon konkretisht? Fëmijët i ke marr. Je një gjyshe që ke luftuar shumë për ata fëmijë, e besoj që ke vuajtur. Sot ju lidhe me mua sepse ke një mesazh për të përcjell. Ndërkohë bashkia të ka pajisur me një shtëpi, pasi shtëpia e parë u dogj. Konkretisht ju çfarë kërkoni sot? Dhe unë kërkoj që bashkia të ndryshë për ta bërë shtëpi edhe fëmijë, më thoni që nan kur do bëhet shtëpia, të shkojmë ke shtëpia që kemi pas. Unë atje kam pas më shumë aftësirë. Kam pas 150 metro, me porte, me avlije, me gjitha dhe 3 dhoma të mdaj. Kjo është historia një. Por të tjera qërë mos e do pakun sa dhe tjera gëndhe një numër i thash, nëse ka shqiptar e njerës në ndimojnë që të bëja të spi nuk dua si gjë tjetër në kohë. Si të spia të mdojën komplet me lavatrice dhe gjitha të përkarësi, nuk ka marrë asgjë nga spi, që kam luftuar kaq vite në punë. Unë uroj dhe shpresoj që bashkia të reagoj, të ndihmoj për ta ndërtuar atë shtëpi. Bashkia, po tjetë për institucionet bashkëti Odeta, institucionet marrin vendime të tilla, si të thash atëre bajta për të bërë të ditur edhe e dinin çfarë kërkoj, në një kohë që marrin fëmijë, unë përnerë këty, unë gjysh e të rrit 13 vjet, 14 vjet vajtën, edhe djalin të marrë ndej, edhe mos ta di se ku i kanë quar, ashtë të merrin vërtet. E qartë, pra në momentin që shtëpia u dogj, fëmijët u morën nga shërbimi social dhe u dorëzuan një jetimore duke i ndarë nga nëna, nga babai dhe nga ju. E qartë, e kuptoj. Po normal. Normal, ata thashun, që jenë të rritur të vegjël, që nuk kanë hapur syt, nuk njohin familje, por jo fëmija rritet në një ambient familjar, në punon. Edhe që qështë atje, neve kur munduan, dhe kur i bom kaq, që ka mundësi edhe një ditë të ditë, që i zagadit një 15 vjetë të kundartim ne, i linin pa ngrën, ku po jenë fëmijëve të lantës. Po i timoj, e ndaj bukur me ndaj, jo dhe jam milionere ku në ndaj bukur. Por sot fëmijët të paktën janë mirë, janë të lumtur që janë pranë jush. Po fëmijët janë mirë, tani me nanë në vetë. Se kjo është e rëndësishme, që ata t'jenë të lumtur. Edhe atëre, thash, kur erë në të kamra, thash,
një numër telefonit ta bëjë do të ka njerëz biznesmen, që ka njerëz që kanë këto projektet e ndërtimit, të ka mundësi të na ndihmojnë sa dhe pak nga i bëja të takin, të vënë dorë në temër, ta rregullojmë me tipus fëmijë të fut kokën atje ku kanë qenë. Uroj që të dëgjojnë, zëri jo të dëgjohet e dashur Sofie ditën e sotme dhe kushdo mund të ndihmoj. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe të uroj më të mirat si një gjyshe, si një nën. Ti të falemderit shumë rrofë dhe të kërkoj vajzën se di që ke vajzë a djallë e ti, po një vajzë e ti. Kam vajzë dhe djallë, të falenderoj. Falemderit shumë dhe di që të kam patriote e ma kutonë. Unë jam nga Berati. Unë jam nga Skrapari. Fqinj, komshi që ngemi. Mirë, e dashur Sofie, të përqafoj. Falemderit rrofë, dhe unë të përqafoj e shumë e mirë dhe zoti të nderosh, të respektofte dhe inshallah dhime marti pas në familje të lumë të goja. Eksperienca jote të shkove të në lartë. Të faleminderit, të lumë të goja, Sofia. Ta njëtër që ka numër e kanë bërë, i ke gjithë i ke thyrë pranë gjirit të rrënë. Dhe unë të mendoja, që neve po përkojmë ataj kombasin, dhe jo më shka që i kemi që tonë të pëjndaj. Një të merë. Për mua, si nanë. Nuk e kuptova. Mirë, të falenderoj dhe mbetemi në kontakt. Gjithë të mirat, mirupafshim. Falenderit të rrëmë, mirupafshim. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live për të sjellë një tjetër histori, një tjetër denoncim ku fatkeqësisht dy kushëri nga Vlora prej vitesh janë në konflikt për një çështje prane. Unë do hap dritaren dhe do ftoj Migena Kormuzin, e cila ka për të denoncuar punatën e saj, pikërisht Valbona Alushi, kjo e fundit ka zaptuar banesën e saj dhe nuk del, por se çfarë ka ndodhur, kjo shtëpi është shitur apo çdo me qira, do të jetë Migena që do na tregojë këtë ngjarje dhe unë hap dritaren dhe e ftoj. Migena, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Franca. Do e flisja me ty sepse pash edhe videon që zonja kishte dërguar edhe janë disa gjëra që jo për gjë, por më prekin disa fjalë se që ajo ka thënë aty, sepse disa fjalë që i ka thënë shumë pa lidhje, shumë fjalë që nuk kanë asnjë kuptim. Bëhet fjalë për zonja e bën si e bëri ne dhe nuk i kemi bërë asnjë gjë që tashti. Ja kam sqaruar si zonjës se çdo gjë do doja të dija sepse pash disa foto e disa gjëra që ajo kishte hedhë në videon e dytë që kishte bërë direkte në emision. E dashur Migena, bëhet fjalë për kushërinë e burrit tuaj që ju ka akuzuar për një banesë. Me pak fjalë paske unë nuk kam shumë gjëra, po disa që i kam. Imagjinoje, thjesht vetëm për jashtë si ka qenë shtëpia ime rrethusi, ka qenë 2 metro mur dhe portë. Për çfarë do thuash ti? Për të rrethuar një kasolle siç ajo ma nxjerr aty për të më injoruar për ndonjë gjë? E dashur Migena, që ta sqarojmë qartë edhe problemin. Ju keni shitur një banesë kushërirës së burrit. Jo, deta, ja thash edhe radhën e parë. Burri që ka futur nuk ka biseduar fare me ata që flet ajo sot. Ka biseduar të hyni me qira sepse ishin mes rrugës, i kishin nxjerrë mes rrugës. Nuk është e parë që sepse asaj ju me qarta që mund bëni juve si studio që punoni. Vetëm thjesht të veni në Vlorë dhe të pyesni kush janë ata e kush është familja jon, flas familje time, sepse ajo e ka me neve, se çfarë kunja ka ajo me të tjerët, nuk mund t'i ndërhyj në familje në shtëpinë time, në pronën time të ndërhyj ata. E dashur Migena, Ulati vërtet e ka marr fletën për të bërë çdo gjë në shtëpinë tonë, me rrugë s'ka dhënë firëm. Ja ka dhënë burri dhe nuk ka bërë punë fleta. Tani gjërat po i bëj unë nga këtuja. Kam fut avokatin, ka pagu avokatin që këtu, për mos vajt vetë, mos prish punë familjes time, sepse fare familjes time nuk bën skand. Dhe ajo s'ka punë pse e hedh Zamirit edhe Rozinës. E dashur Migena, mos përmendim emra të tretë. Jemi ne të dyja këtu dhe ka qenë Valbona ajo që të ka akuzuar ty me burrin. Ndërkohë, ajo ka disponuar mesazhet ku ju keni shitur shtëpinë e saj dhe ajo këtë shtëpi u ka larë me këste me kredi. Sot ju pretendoni që ato kanë qenë qiraja e shtëpisë dhe jo blerja. Sot jeni në një konflikt me njëri tjetrin që s'po mundeni dot ta zgjidhni. Një sekondë do ta sqarojmë se si ka nisur muhabeti. Valbona me gjithë burrin e saj e ka marrë burrin tim telefon. Po.
Dhe i kanë kërkuar ndihmë. Unë kam pas hequr Qeraxhin, ka qenë 1 muaj, 2 muaj sepse ka pas Qeraxhin aty që paguheshin dritat, ekestet, gjërat në çdo muaj. Unë nuk merja qira, me thjesht Qeraxhin që rinin atje, paguanin dritat, me qeran që paguaja dritat që kishim lënë neve me fjalë siç kishin dalë, sepse përpara s'paguheshin. Po, e qartë. Edhe ishte debitor në me Qeraxhin. Kishim 2 muaj që Qeraxhin të ikën pa mahallin e tyre, vajtë u kthyen vend në vetë dhe e lanë shtëpinë. E Çelçat u kthyen në familje, kush dilte ndaj Qeraxhi tjetër. Kur ata ka marrë telefon burrit tim, tu shajtu ber ande po kthej ama, kemi ngel mes rrugës, çështek. Ai si gjithmonë në zemër mirë, sepse këtë ka problemi burri im, zemër mirë gjithmonë me njerëz të vet. I ka thënë, "Okej, do flasu me vllajin tim, do t'japi Çelçat." Edhe i kanë thënë, "A je sigur çfarë po bëni tash me atë që po bëni tash me Çelçat?" "Po, gjyna e njerëzit e mi." "Ja njerëzit e tuaj tash, okej. Me ti e njeh shumë mirë kush janë ata atje." Sepse ai di shumë mirë se si janë. S'është herë e parë që kemi pas diskuta apo llafe me këta lloj njerëz. Dhe prandaj nuk kam ndërhyrë. Më tha mua, e gjej unë, më tha mua dhe e rregulloj unë, më tha mua, me njerëzit e mi. Tha, "Më vjen keq, ta e kam vllajin tim, nuk më dalë mes rrugës." "Okej, thash, vazhdo, nuk po të ndërhy." E bëri si e bëri, okej. Goca e tit, mbas 1 muaj diçka e tillë kështu, e merr dhe i thot, "O Xhaxha, si do e bëjmë këtë të marrë shtëpi?" I thot, "Angela, ti nuk je e gatshme, i thot që të marrësh shtëpinë time." I thot, "Unë i thot, të garantoj, i thot një gjë, i thot. Për 5 muaj, i thot, unë thot do të laj ty, thot do t'jap 9.000 euro. Ri, i thot, ky mos u ngatro, e ke vetëm me mua, i thot goca. Nuk e punë me asnjë, i thot. Be mua be të dy, rrugëm të dy. Brenda 9 muajve, brenda 5 muajve unë do të jap ty lekët në dorë. Qofse unë, si Angel, nuk të jap, ty jap lekët në dorë, ti bëj çfarë do duash më nxjerrë në shtëpi apo bëj çfarë duash puna jote." Pra, bën një bisedë që do blite shtëpinë prej 9.000 euro. Nëse 9.000 euro me duhet të jepte ajo zgjodhi kohën e saj. Se ne si vëmë as limit të gjithë njerëzit, kur e morën vesh, na paralajmëruan shumë herë. Me kë prapi bëri besim mes vetë, e kupton? E qartë, e kuptoj. Se i them, filluan debatin 1 muaj, 2 muaj, ha mirë, ande po kthej, disa herë çovi burrin tim sepse ne këtu ku jemi nuk ka uesterion në gjëra, e çoj në disa vende. Vllajti tu ndajn, tu lë ditën e punës, sepse është edhe në punë, tu lën ditën e punës, edhe ajo i tha ikta se të knisa lekët tani, tu prit andej, prit për lekët, e linde rrugëve dhe lekët nuk janë niste. Mbaroi 5 muaj, "Jo Angela, çfarë do bësh?" Sepse dhe unë kam planet e mia, nëse ti si e gatshme, okay, e lëm punë kash, ke paguar risa vjet, me qira nuk po të them për shembull 1 vit, 2 vjet. Me mund të rish 5 vjet, 10 vjet, sepse dhe unë kam fëmijët e mi. Kam djalin 16 vjeç. Ngrihet mama e Angelës, dërgon mesazh në mesazhier te burri. Me telefon e burrit e merret e djalit, se unë djalin e kam 16 vjeç, 7 vjeç tani djalin. Po. Ngrihet djali, e ka mesazhin, di shumë të lexojnë në shtëpi. Dhe Valbona nuk kishte shar narin, thoshte krenar komuzi, ti je kështu, siç ai e shahu apo e fëndodhi. Ajo ja shkruan gruaja jote shu, gruaja jote shu, gruaja jote kështu, gruaja jote kështu. Ngrihet djali mua e më thot, "O mam, thot mua, çfarë këto mesazhe që vinë drejtimit tënd?" Se unë familje time kemi një rregull në familje, pa sharje, pa ofendime. Fëmia im nuk njeh për shembull të njohë thot tjetri mama jote kështu apo ç'është apo te. E qartë, janë të rënda. Djalin janë të rënda. Ka prekur shumë fakti. Ngrihet djalin thot, "Mama, thot, çfarë është ky mesazh që vjen në drejtimin tënd?" I thash, "Nuk dëgjon se është mesazhieri im, se unë s'pardor fare", i thash. "Ta har thot në drejtimin tënd, je ti thot që po të ofendoj dyja." I bie për t'i kthyer përgjigje, nuk e hapi, atje ishte fut blok. Po çfarë të kishte shkruar konkretisht? Marr mesazh, nuk dua që ti përmend, shumë fjalë që personalisht mua, të vesh të pyetsh për mua, Vlor, familjen time, personalisht timen, s'ka shans të mbaj njeri ngoj. E qartë, je prekur nga ato mesazhe që Valbona të shkruaj ti. Jam ngritur, kam marrë telefonin e djalit, sepse djali im kishte mesazheros Facebook, e kam shkruajtur Valbonës në mesazh që ajo kishte nxjerrë aty. Pse ka nxjerrë vetëm timin? Pse nuk nxori vetë saj? Jam me dielni që e kam shkruajtur. Ja kam shkruajtur, ka qenë djali im prezencë. E lëshon dhe djali im kokën e lërotit kaq ku ka lexuar atë mesazh, se djali im preket shumë flet. Por pse e quat bisedë dhe degeneruat me sharje? Siç ajo më ofendovi në disa mënyra, i kam çuar jo vetëm atë, po i kam çuar shumë mesazhe si ai,
Dhe ajo ka dërguar veç një mesazh që ka interesuar. Dhe më ka marrë burri saj dritani, më ka marrë në darkë, prapa ajo vazhdonte të më ofendonte edhe në syt burrit sa e ka fut dritani kështu me dack, i ka thënë ti po i ngatroj gjërat tuaja, ka thënë. E jam betuar atë natë, i thash, e ke shtri djalin tim, i thash, me duart e tuaja, i thash, po ju keni përndoj më në atë shtëpinë time, vetëm në gjesti që ata bën që fëmia ime të lexojë një mesazh të pisët, siç janë ata njerëz pa edukat, pa gjë, dhe mesazhin që ajo ka nxjerrë aty ka qenë në Facebooku i djalit tim. Që kam dërguar unë. E dashur Migena, por ideja është, të paktën sipas pretendimeve të Valbonës, që ne atë shtëpi ram në ujdi për ta blerë, për t'ia dhënë lekët me këste. Dhe ne investuam në atë shtëpi. Thot Valbona. E dritanin nuk është bërë asnjë lloj muhabeti. Asnjë lloj muhabeti. Muhabeti është bërë me gocën e tij. Se si lan gocën me gocën e tij punët, i lan goca e tij vendosi, e ke për 5 muaj, qoftë ajo nuk i dilte. I dilte fjalës bazë, 5 muaj do jepte lekët, shtëpia do ishte e tyre. Ajo filloi nga prallat, 1 muaj, 2 muaj ishte në rregull, jam ku i kam edhe foton që çfarë lekësh ka dërguar, se i kam shnuar tora unë personalisht, sepse e dia këtë lojën. E qartë, e qartë. Do ta nis me foto më vonë ta shikosh. 3200 janë këtu, plus 1000 që i ka dërguar të fundit nuk i kam shënuar. Që i ka dërguar të fundit, që i dërgoj të fundit, nuk i kam shënuar. Ajo pretendon. Kanë qenë gjitha 4000 sa 5000 fërsisht. Ajo pretendon që unë kam investuar në atë shtëpi. Do i drejtojmë gjykatës që ju t'i ktheni lekët dhe ajo është e gatshme të dalë nga shtëpia. Le t'i drejtohet gjykatës se kujdo. Unë jam drejtuar e gjykatës, sepse i kam siç ka ajo provat e saj dhe unë kam provat e mia. Dhe dua thjesht që të dalë një e drejtë. Ata janë mësuar me llafe, me thashe theme, me folurande, me folukte. Si jam unë familje e parë në vlogë që të bëjmë me Valbonën në këtë mënyrë. Por e dashur Migena, duke ditur që burrat janë kushurin, nuk keni gjetur dot gjuhën e përbashkët dhe mos bëheni gazi botës, le ta themi. Do ishte një gjë shumë e bukur të gjej një mënyrë të përbashkët. Me ata lloj njerëz nuk ka asnjë lloj mënyre të gjesh të përbashkët. Asnjë lloj mënyre. Pse e thoni këtë gjë? Sepse nuk merresh dot vesh me ata lloj njerëz. Unë fola me gocën e saj kur fillon debatet, video e parë që u hodh në YouTube me Valbonën që ishim më ka marrë gocë e saj, ka fillu, nuk din me u sqarua si që është për sqaruar. Ka marrë gocë e saj, edhe veç ofendime, veç shalrje, veç mallkime, gjëra budallëqe pa pikë lidhje. Që një njeri që ka aq logjik mund të flasi e sqaroj bukur. Me fjalë njeriu kuptohet, gjen një logjikë dhe kuptohet me logjik. Me jo me sharje ofendime. Këto janë të rënda dhe mua vjen keq, prandaj u thash, si nuk gjeni një rrugë të përbashkët. Si shtot ajo ka pagu burri im gjërat me tabela që shtek, se me sa merret Valbona ndej, me sa njerëz ngatrohet Valbona ndej, unë mund t'ja bëj shumë bukur. Kam dhe njerëz të mi atje mund t'ja bëj shumë bukur. Dhe s'më intereson gjë që të bëv tabela apo çfarë thotë janë gjëra budallëqe. Por në fakt ishte e rëndë. Kjo është gjë e parë që unë ul veten time ti bëj atë gjë. Në fakt ishte e rëndë denoncimi që Valbona bëri, që disa tabela ishin vendosur në shtëpinë e saj me fjalë ofenduese, dhe ai mendon se e keni bërë për akmarrje. Se ç'është bërë asaj apo se ç'ai bën asaj, familja jo s'ka asnjë lidhje me këtë gjë. Asnjë lidhje. Thjesht e vazhdoi si e donte, kam marrë avokatin, po vazhdoi punën e vet, kam dhënë çdo gjë që është e nevojshme, dhe drita që ajo ka 2000 euro që i ka lë pa paguar, që kur ajo ka hyrë në kohë që ka hyrë ajo ke shtëpia ime, sepse gjërat e mia, dritat që kemi pasur i kemi paguar, ka ngel një pjesë i vogël. Mirë. Pa paguar. Pjesa e dritave është fare e lehtë për të verifikuar. Çfarë dite ka hyrë Valbona në atë shtëpi, verifikohet i ka paguar apo jo. Por ajo dhe që thot ajo kam bërë punime shtëpi. Shtëpinë unë e kam lënë veç për pllakën shtëpinë time. Them drejtën, sepse unë 2010-ën kam bërë gocën e vogël, gocën e parë, edhe në 2010 nuk kam hyrë ke shtëpia, që kam mbaruar shtëpinë, që kam hyrë në shtëpi, kam hyrë pa vënë pllakën. Dhe nuk ka bërë asnjë lloj punimi çfarë prallis ajo në shtëpinë time, se unë e di shumë mirë si e la shtëpinë time. Në foto këtu, se nuk ka foto, po e shikon mirë që ka dalë djali im këtu. Po, e shikoj. Këtu ka qenë komplet shtëpia përpara, komplet e përpunuar shtëpia, s'ka munguar asgjë, me dyer me tera, i kam bërë tera të blinduara.
në shtëpinë time. Por çfarë? E që mbrallis mua ajo dhe thotë kam bërë punime e gjëna në nina. Si që kam lënë una, mund të ketë bërë, po, mund të ketë lyer, po, normal. Po këto Çdo njeri mund të krejë shtëpinë, me asnjë lloj punimi s'ka bërë, pa plak është siç kam lënë unë. E dashur Migena, ajo aktualisht po jeton në shtëpinë tuaj. Po jeton ajo sepse unë po pres të bëjnë gjërat me rregull. Unë i kam nxjerrë dhe pasaportat, dhe jam gati të hipi avionit sot edhe vetë i nxjerr direkt në shtëpi. Me nuk duhet i bie gjërave me probleme me qysh me tek. Ajo po i kërkon shumë problemet, me nuk duhet që të vjen gjërat me probleme, prandaj po e lë me avokat, të merret avokati, qofse avokati më thotë mua hajde ti poshtë është e nevojshme, unë do hipi avionin do vi poshtë. Sepse Valbona pretendoi që në momentin që Migena me krenarin, pra ju, mësuat që aty do ndërtohet një pallat, ju dëbuan nga shtëpia dhe ky është shkaku. Asnjëherë, kjo është gjë, këto janë prallat e tyre. Unë ja kam thënë, unë shtëpinë time e kam bërë me gjakun tim. E kam bërë me barkun te goja, me 3 fëmijët, e kam bërë me 3 fëmijët barkun te goja. E qartë. Dhe punoj gjeri vonë që bëja shtëpinë time. Ajo shtëpia juaj, nuk e mohon njëri. Fisi burri tim s'më ka vënë dorë kaq shtëpinë time. E kemi dalë vetë mban. Dhe sot Valbona më thotë mua do prishen, më mirë të prishen, s'më intereson fare shtëpia rapar, më mirë të prishen se sa të gëzoj ajo. Sepse janë njerëz që nuk e meritojnë. Kaq. Por mua janë njerëz që nuk e meritojnë. Po të dini të flisni ta me logjik, ishte tjetër gjë është mënyra. Pastaj, si do e lej avokati, unë pres përgjigjen avokatit. Sepse ju pretendoni që i keni lënë me qira, por ju s'keni një kontratë qiraje, që ta vërtetoni këtë gjë. Një gjë nuk është bërë asnjë lloj kontrate. Siç kanë qenë qiraxhinët e parë, e njëjta gjë ka qenë. Pa kontratë, thjesht mund të hyj për shembull hyri 1 muaj, 2 muaj, 5 muaj, 1 vit punë e tij. Mbaroj, do ikën. Sepse Valbona është betuar që do t'i shkoj drejtësisë deri në fund dhe parat e dhëna nuk do t'i humbas, thot. Valbona mund të shkoj ku të doj. Siç ka ndonjur ke qiraxhinët e parë, mund të t'i jap të dhënat e qiraxhinëve të parë, mund t'i pyesësh si ka qenë shtëpia ime, në çfarë gjendje ka qenë shtëpia ime, dhe janë gjëra që ajo i nxjerr aty janë shumë gjëra të kota. Dhe ato që kanë nxjerr aty, kanë nxjerr se di çfarë shtëpi kanë nxjerr aty që ka thotë që ka qenë shtëpia ime. Me ajo aty mund të kesh qenë stalla që kemi pasur në base, kemi pasur tip ferme stalla në bas, shtëpisë në bas shtëpisë. Kemi pasur që banim derën, banim pula, lepura, punime që bënin punime të tonë. Ju nuk keni asnjë lloj kontakti? Që merreshim shtëpi. Ju nuk keni asnjë lloj kontakti sot me Valbonën? No, asnjë lloj kontakti. Nuk e tentuar ta marrësh dhe të flasësh? Që kur fole për herë të fundit, siç ta thash pak më parë, çupa e saj kishte marrë punatën time, e kishte folur, kishte ofenduar, më tha mua çfarë do bësh, tash jepi numrin tim, s'ka problem, po do të më marri. Dhe nuk më mori, po më çoi vetëm mesazhe kërcënuese, mesazhe me ofendime, me mallkime, të dinë bëjnë ata. Lej tash, po e zonja i gocë, tash mua mos më mallko, se fëmijët e mi s'më ke rrit ti, tash unë. Ratë parë, që mallkon të fëmijët e mi tash. Dhe po ti është zonja, tash merr telefon e sqaroj siç është përsqaruar. Jo unë do të çoj gjakun në gjuhë, jo unë do i vras gjithë, jo bej çfarë të duash tash as mendia fare s'çfarë do bësh ti. Duke ditur që me Valbonën u bë një kohë gjatë që s'ke kontakte dhe ti e ke dëgjuar kur ai ka qenë edhe në live me mua dhe ju ka denoncuar. Ke diçka për t'i thënë Valbonës? Valbonës i them që gjë që pres të përgjigjen avokatit. Dhe nëse unë vi në Shqipëri, Valbona ka për dalë direkt nga shtëpia ime. S'ka shans Valbona të jetoj me në shtëpinë time dhe kaq po e le, po pres përgjigjen se duhet eci me drejtësi. Nuk eci me dallaveret e Valbonës, me intrigat e Valbonës. Siç ka ajo provat, edhe unë ka provat e mia. Pra avokati i ka marrë çështjen, avokati po e vazhdon punën, siç është për të vazhduar me drejtësi. Dhe çdo gjë do vej siç do thot avokati. Nëse avokati më thot duhesh të vish poshtë, do vi poshtë. E qartë, ky është mesazhi që mos presi, Valbona mos presi asnjë gjë që mos do rriun kështu dhe ti lësh film të jetojnë shpitime. Ky është mesazhi që do i përcjellësh. E qartë, Migena. Mua sinqerisht më vjen keq që jeni
kushurinj, pra burrat janë kushurinj, janë vëllezër, keni arritur në këtë konflikt, nuk e keni gjetur dot gjuhën e përbashkët për t'i zgjidhur këto gjëra dhe mos t'i bënit kaq të mëdha dhe mediatike duke përmendur gjithë familjarët. Më vjen keq që ka ndodhur. Doja t'i thoj edhe një gjë të fundit. Na kanë mashtruar thonë. Doja t'i thoj edhe një gjë të fundit Valbonës, ose e shikon, që mos të ngatroj shumë njerëzit, jo kunatën, jo kunatin e gjëra tjera. E jo që thotë burrin po çon njerëz që është vetë. Sepse nuk jemi nga ata lloj njerëz, njëra parë, që të çojmë njerëz, po t'jetë e nevojshme vetë prezencë. Se kam problem shumë. Po mundohem të rri e qetë në familjen time dhe të pres përgjigjen e avokatit. Nuk merrem as jo kështu, as ajo ashtu siç i merr Valbona me budallëqen po çush apo tek. Gjë më mirë është do pres përgjigjen e avokatit. Dhe them gjë mirë Valbona që qofse mendon ajo që unë do ve kunatën time apo kunatin t'i bëj gjë Valbonës, ja bëj vetë s'është nevoja. Jema që zonja. Po ajo të kuptoj një gjë, që janë një gjak dhe nuk din respekt. Ka që kuptoja që gjeri ka sjell këtë gjendje gjeri këtu është shkaktarja është vetëm Valbona. E këtij shkakut. Dhe sinqerisht më vjen keq, e dashur Migena. Uroj t'i zgjidhni gjërat dhe të dyja palët mos ta prekin njëra tjetrën. Ti doje ta bëje këtë reagim, ndaj jemi të dyja në këtë live, uroj të bëhet me mira, të përshëndes nga Tirana. Gjithashtu. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të këtij live. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abunoheni dhe bëjni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore, histori shqiptare që vijnë kudo ku ka shqiptar. Faleminderit dhe takohemi nesër.